Ka dy kategori. Janë ata që janë meraklin, cilët ushtrojnë gjatë gjithë vitit dhe patjetër që kënaqen me rezultatet dhe vazhdojnë ta mbajnë dhe ta ruajnë atë, duke u kujdesur për ushqimin. Patjetër që diçka të vogël edhe ata do ta konsumojnë, qoftë tek diet, qoftë tek ushqimi, sepse në fund të fundit duhet të shijojmë disa gjëra. Dhe për faktin që trupi ka nevojë për një balancë të tipit 80 me 20, që do të thotë 80 ushqim i shëndetshëm dhe 20 ushqim më pak i shëndetshëm. Pra deri diku e ka të nevojshme. Është e kategoria tjetër, pastaj që në momentin që shkëputet edhe shkon në pushime, çfarë i del përpara nuk e toleron. Dhe kjo nuk do të ndodhë. Kjo kategoria rikthehet në gusht për shembull sërish për tu trajnuar apo jo? E bën pushim dhe gushtin. E bën pushim dhe gushtin, me thënë drejtën. Dhe kjo ndikon në hedhjen poshtë të gjithë asaj pune? Nuk është se do të hedhi poshtë të gjithë punën, por do marrë disa kilogram. Edhe në një farë forme vinë të penduar në thonjza, sepse e ndjejnë që kanë mëkatuar. Por deri diku edhe mund të justifikohet. Por për mendimin tim nuk është thjesht çështje estetike, domethënë ajo është çështje shëndetit. Në momentin që ti konsumon për një periudhë, 1 mujore apo 2 mujore ushqime të pakontrolluara,